Në vitet e mëparshme, frigoriferët për post faktit që kanë konsumuar më tepër energji, po krijonin dhe akull brenda tyre. Sot, nëpërmjet teknologjisë, nuk ekziston më akulli brenda frigoriferit. Vetë sistemi i brendshëm e shmang akullin dhe gjitha aromat e pakëndshme të cilat krijohen për shkak të ushqimeve. Okay. Edhe nëse nuk i kemi të izoluar tërësisht. Dhe verse kësaj janë dhe opsione të tjera kur nuk e kemi të nevojshme më që të fusim ato bidonat me ujë brenda, por është direkt aty dispenseri ai i cili të mundson ujin, akullin, madje tek frigoriferi kanë integruar dhe një tablet ku ne mund të futemi në YouTube. Pas kanë egzageruar pak, po që si di për çfarë funksioni. Edhe të diçka interesante, në fakt. Kanë integruar dhe kamerën në frigorifer. Okej. Ku nëpërmjet të cilës ti kur je duke shkuar të bësh pazar dhe nuk mban mend se ç'ke në frigorifer, ti mund të hapësh telefonin, shikosh kamerën dhe edhe të përcaktosh ushqimet që duhet përzgjedhësh për të marrë në shtëpi. Ti thua këtë, po unë them për shembull, lë atë copën e tortës vogël në shtëpi dhe ti e shef se kush ta ka hëngër pastaj. Për të parë episodin e plot, klikoni linkun në bio dhe subscribe në YouTube për më shumë.